Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfi me Jete, për të ndarë me ju një letër të radhës. Sonte do të ndaj një letër të tmerrshme, një letër kërcënimi. Këtë letër ma ka shkruar një vajzë nga Shqipëria, e cila do të ndaj një shqetësim të saj. Kjo që do të dëgjoni, më besoni, është e tmerrshme. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër, jam një vajzë nga Shqipëria. Nuk kisha se ku ta ndaj këtë shqetësim dhe nuk është se kam ku të marr një mendim. Jam në një siklet shumë të madh. Do ta nis nga afrimiteti që kam patur me vllaun dhe do mbaroj më tej. Unë me vllaun tim kemi patur një afrimitet shumë të madh. Deri në moshën 16 vjeç, kemi fjetur që të dy në të njëjtën dhomë. Kemi ndarë momente, kemi jetuar çaste, jemi kënaqur në thelb pranë njëri tjetrit. I kemi dhuruar njëri tjetrit dashuri vëlla dhe motër. Kur vllau iku në studime, ai filloi që të shoqërohej me një shoqëri jo të bukur. Unë fillova që të vërtetën ta kuptoj nga çunat e xhaxhait. Ai merrte shumë lek me vete. Nuk jetonte jetën e një studenti që të fokusohet tek shkolla, tek mësimi, por jetonte jetën e një djalit i cili ditën flente, harronte që kishte leksione, harronte që kishte provime, dhe tërë natën rinte në klabet e natës, duke u marrur me goca që punonin nëpër tuba dhe duke i hedhur të gjitha lekët në alkohol e shoqëri të prishur. Si motër u mundova maksimalisht. Çdo ditë më kërcënonte, në qoftë se unë i thoja babait, ai do të më rihte, do të më shkatronte. Mundohesha që pa mos e ditur babi, duke u takuar, duke e bindur që ai të largohet nga ky rrugtim dhe të mos merret më me këtë gjën. Por ai nuk ndalonte së vepruari. Nuk ndalonte së shkuari në për këto vende të çmendura. 6 muajt e fundit, në shtëpinë tonë, filloi që të vinte goca e dajës time. Këtu tani fillon e gjithë drama. Ajo është një vit më e vogël se vllau im. Dhe ato të dy filluan që të rinin pothuajse shumë bashkë. Kishin gati shoqe të njëjta dhe unë mendova që goca e dajës ka gjetur atë rehatin dhe ndoshta edhe po i ofron në i gocë në krah vllaut tim, dhe isha me atë shpresën që në momentin kur ai do të dashurohet, ai do të largohet nga realiteti i dhimbshëm dhe nuk do të merret me të. Dita ditës ato filluan që të bëhen edhe më të afërt. Rinin pothuajse 24/7 bashkë. Dilnin çdo të premte dhe çdo të shtuna mbrëma. Dhe unë i thoja asaj që je vetmja që mund t'ia ndryshosh rrugën tim vllait. E kam lënë gjën në dorën tënde. Por një ditë, teksa po shkoja në universitet, jam në një shkollë në Shqipëri, një shoqja ime më tronditi duke më thënë se vllai i saj 2 net më parë në një klub në vendin ton, kishte parë vllain tim dhe atë gocën duke u puthur në buzë. Dhe unë i thash që ajo është familjarja jonë.
Mos je gjë gabim. Ajo më tha nuk jam sepse im vëllai një shumë mirë se kush është ajo. Dhe ja dinte edhe emrin. Aty mua më ra gjëma mbi kokë. Nuk mundesha do ta besoj si mundesh të vllau im të bën një krim të këtill. Dola nga vetja, shkova në shtëpi dhe i bëra telefon. Erdhi në shtëpi i acaruar dhe hypëm në dhomat lartë. Mami e kuptoi që ka diçka që nuk shkon, por nuk ja vuri edhe shumë veshin. E kërcënova vllaun tim se do t'i tregoja babit, ndërsa ai më kapi për fyti dhe më tha nëse fletun do të zhduk. E pyeta se çfarë ka bërë, më tha që kanë kryer edhe marrëdhënie intime. Dhe vajza në fjalë është dakord për lidhjen që kanë dhe po jetojnë. Aty u tërbova fare. Ka shumë ditë që jam me barna e qetësues. Nuk mund të marr veten në asnjë mënyrë. Vllai shkon, hyn, del, ajo nuk vjen më te ne sepse ky i ka treguar që unë e di. Asaj nuk është se i bëhet edhe vonë. Më jep atë mendimin sikur është vajza më e pamoralshme në botë. Ndërsa unë mundohem maksimalisht që të jem pranë vëllaut tim dhe dua që ta heq nga kjo rrugë dhe ta kupton që e ka gabim. Ndonjëherë them po i tregova babit, mos vallë ky do të më hakmerret dhe mua do më shkatërrohet jeta. Kjo është frika më e madhe që në fakt ekziston brenda meje. Dikush e beson e dikush jo, por besoni është një tmerr i vërtet. Shpeshherë i kam thënë tim vllaut që kujdes se po të doli e vërteta, do të shkatërrosh vete një herë dhe pastaj familjen. Bëje për hatër të mamit, largohu, kupto se e kemi vajzë daje. Je brezi i parë me të. Por ai nuk e kupton, ai është shumë i egër dhe dëshiron që të shikon vetëm veten e tij. Dua të marr mendimin tuaj. Tani, patjetër që do të dëgjosh edhe mendimin e zonjave të mia, zotërinjve, të cilët janë ndjekës të rregullt. Unë dua të t'jap një mendim. Për mendimin tim, ty është mirë që t'ia tregosh babait, edhe të kërkosh ndihmën nga babai, dhe babai të ulet me dajën tënde dhe ta shkatroni këtë rrugtim, se në qoftë se babi e merr vesh, vllau nuk ka se çfarë të të bën. Nuk mundet të të bën gjë. Ja babi, le ta përzë nga shtëpia, le ta dënoj, nuk mundet të të bën gjë. Për të të vrarë ai duhet merr një mundim të madh. Unë mendoj që ti duhet e ke në dorë mundësinë që ta mbyllësh këtë histori. Se në qoftë se ju nuk do ta tregoni, kjo histori do të vazhdon dhe pastaj do ta vuani edhe me më shumë fatalitet. Unë uroj me zemër që ti të marrësh më të mirën e komenteve dhe ti ndihmosh familjes tënde.